Prindë mi nuk e pëlqen një djalë mu martu. Vetëm sa është largë djali, ama është fetar, që kam këshillan. Që kam i këshillu mas pari prindë të tue, jo ty. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, nëse vjen një djalë i cili, apo me fen edhe moralin e të cilit jeni të knaqër, martojeni. Aq më tepër këtu që edhe ju dy keni gjetë mirë kuptim mes vete. Nëse nuk e bëni një gjë tillë, do të bëhet fesad. Do të bëhet tollovi, përçamje, vjen të e keqja në fytyrë tokës. Çka me bon? Ti, mos hek dorë. A kam zgjidhje konkrete? Jo, s'kam. Kërkoj falje që s'kam zgjidhje konkrete. Por, mos hek dorë deri në maksimum përmes rrugëve halal. Ja që tu ja s'ka. Qa me thonë? Këta prindë du të me rishiku qëndrimin e vetë sepse e kanë qëndrim të gabuar. Allah ju vëzoftë.